Jemi bashkë me emisionin Një kafe me Labin e në Prizrenin e bukur e kam sjellë sot me Emran. Përshëndetje me kje. Përshëndetje Labi, faleminderit shumë që më prune në këtë kohë kaq të mirë në qytetin tëm. Sa po të mungon Prizreni? Me tregu drejtën shumë mungon. Shumë mungon, po tash jeta që na ka bu krejtve super dinamike. Domethënë nuk po kena ku as me mendu, as për mungesat, as për gjithmonë po jemi në tension me kry punë. Edhe kur vi këtu e kam atë ndjenjen 100% që diçka më pushon shpirtin. Nuk e di pse, po me të vërtetë është qytet që shpirtit pushon. Në kje e para, dhe më tonë, pyetja jam ja o kështu, pse duhet të marrë me vizitu Prizrenin? Një qytetar që s'ka qenë me vizitu. Po, unë po nisna kështu, tash po folim pak, më nështë duhet me folit pak emocionalisht, masi këtu jam rritë dhe këtu kom jetu pjesë më të madhe tjetës. Prizreni mas pari është qytet. Këto, kur për e thomë, për mendoj me plot kuptimin e fjallës. Nuk është një vend i improvizum. Në Kosovë shumica nuk e kanë komponentet e një qyteti. Çka po du me thonë që për dhe pa arsyetoj pak a shumë këto. Do me thonë, Prizreni ka një tradit shumë të vjetër, ku ka qenë një perandori osmane, që ka qenë në krejt një pushtim shumë i madh, që një prej qendrave zhvillimit atëherë ka qenë edhe Prizreni. Do me thonë, nuk ka qenë shumë si qytet i madh, i zhvillimor, po ka qenë një qytet ku u bo një biznes, ku edhe u kriju një tradit. Që ajo tradit o majt për gjithmonë. Do me thonë, majt deri në ditët e sotme. Do me thonë, këtë komponentet të cilat i ka një qytet, Prizreni e ka mas pari shpirtin. Vjen këtu e ndin diçka të pëlqen, por nuk e din çka po të pëlqen. E dyta, e ka pëlqen, por nuk e din çka po të pëlqen. Nuk e din arsyeën, kthehesh për Prizrenin, shkon në qytete tjera, po ta lën një ndjenjë të omël. E dyta, qytetet që nuk kanë lumë, nuk e di çysh mund të quajë qytete kur gjatë gjithë historisë dihet që njerëzit kanë filluar me jetu në vende ku ka pas ujë. Po. Domethënë, krejt botën na bjen me shetitë edhe ty edhe mua e dim që çdo qytet, që tamam qytet e ka një ujë që ka kaluar nëpërmjet atij qyteti. Domethënë, këtu është ajo e dyta. Komponentja e tretë, Prizreni i ka me qindra monumente historike. E ka një trashëgimi kulturore që nëse vjen, mundesh mi thon dikujt për shembull që nuk ka qenë, mundesh mi tregu diçka të bukur. Për shembull, plot vende të tjera nuk din për çka me i tregu, çfarë historie. Domethënë, është shumë e rëndësishme, sikur po shkojmë diku në botë jashtë, që po të regojnë, ky monument është kjo katedrale, i ka kaq vjet, universiteti ku e dikajt i ka... Po, kaq vjet? 500 vjet, 1000 vjet, ose kjo katedrale i ka 2000 vjet, 1500 vjet. Do më thonë, ki që ka të regon në një histori që bëhet fjallë, do më thonë, na këtë këtu shka shojmë ka monumente që janë mas pakti, do më thonë, 500 vjet, e që mujnë me shku deri në 1000-1500 vjet. Monumentet vjetra që ka dhe para historike, po ato hajde tash mos i hina, po seneve që i kena më të fresa që duken, janë këto. Domethënë ki çka i tregon. Arsye tjera të cilat janë sidomos gjatë verës, Prizreni është shumë i bukur, se ka shumë njerëz, ka vende ku ki me dali, ki disa festivale që mbahen gjatë verës, shumë të mira, festivali i muzikës, festivali i filmit, edhe ka një turizëm shumë zhvilluar gjatë asaj periudhe. Turizmi vazhdon edhe koha mirë edhe gjatë vikendeve këtu. Domethënë ka edhe mjaft që vinë qoftë nga Shqipëria, qoftë nga vende tjera. Tash po vinë mjaft edhe prej shpesh po shoh do kinez me do flamura kështu në vërtet. Domethënë një qytet interesant që ata që s'janë konkur nuk bën mos me ardhmë pa. Është gjëna mos me ardhmë pa. Mos harrojmë për shembull të paktën një fëmis o mirë marr m'ia tregu veç lidhjen e Prizrenit. Kur gjë tjetër mos ja tregojnë, nëse na tregojnë ku ka filluar ke Shqipëria. Po. Si shtet me vija kufitar po mendoj. Edhe ne të shkojnë deri ta dërgojnë, krijon një imagjinat ai fëmijë se çysh duket edhe ai kombione, çysh ka shumë sene tash krejt me një përmbledhje kështu të vogël, ndoshta u mundova mi po më kanë hik garant shumë sene, se ka shumë çka dona me thon, po u mundova pika të shkurta në përgjigjen me dhënë pyetjen tonde. Përmendet që ka gjana interesante, përmendet që ka gjana të bukura, përmendet Prizrenin, përmendet këta. Ujnë e Shadërvanit a e kipite? Unë e sërë që vinë Prizren shkoj me piju i Shadërvanit. Po pëse s'kemi e të Prizren, pra? Po ajo për femnë është. Ajo për mashkuj nuk vlen. Jo, a? Ja, nuk vlen. Gjatë për para,
Tash kur vishin ekskursion, jena Do me konë thonë 3 zona pas ka pi ujin e Prizrenit. Mas pari, ku më ka bërë, do më pije ujin, ndaqe, ndryshe zonë. Kështu që, për para kur ishim 3, po flasë në shkollë fillore, shkollë mesme, edhe na shumicën e herë kur vishin ekskursion, se vishin në atëherë me autobusa prej qyteteve tjera, i vreshim këtë femnat të që ishme atu mundu me pi ujë. Na shkishim mos pini ujë që ku jemi gati, s'ka nevojë me pi ujë. Na pi presim. Ujë ishme se vedi. Kena pas malet me nëzonë femnat, një arsye ma shumë. Nëke, kur dole fillimet tuja, dhe me thonë, të muzikës, ki pas përkrajen për Prizrenit? Ta thonë të drejtën në kongën e parë që e kom këndu në jetën teme, ka qenë konga që thirët Qyteti im. Unë s'kom qenë as këngëtar atëherë. Pa. Qyteti im ka qenë kongë e shkrume për meje, edhe tekstin kom bo vetë, edhe orkestrimin atëherë e kisha bo vetë. Edhe kam pas marrë pjesë në festivalin Zambaku i Prizrenit, kjo ka qenë viti 2007. Pa. As nuk të isha mramjeve, as një kongë s'kisha pas, edhe vetëm kom pas qef mja dediku këti qyteti një kongë. Edhe kom bo një kongë shumë bukur, edhe mora pjesë në Zambak. Edhe atëherë kanë qenë votimet me bileta, me publik qytetit. Faktikisht Zambaku e ka qatë bukur që mysafir që vinë aty 400 veta, në fund të mramjes ato bileta i vendosin kutia dhe kush meriton fiton. Domethënë nuk ka aty. Edhe unë e dola këndova kongën Qyteti im, që e kisha dediku 100%. Edhe teksti ka qenë i thonëm që në këtë qytet ku njerëzit ndihen të artë. Domethënë ka pas një domethënie shumë. Edhe atë vit unë e fitova vendin e parë. Domethënë këta qytetarë e kam vlerësu. Unë alo pa qenë këngëtar, domethënë pa e ditë kërkush, atë me votën e tyne e pa të vlerësuar vitin 2007. Për ato ja u di për nder, po normalisht edhe këtu jam rritë edhe gjatë gjithë kohës kam qenë shumë aktiv edhe kënej, qoftë si fëmijë njerë me teatr, mandej qoftë me muzikë, gjatë gjithë kohës jam mundu. Domethënë në këtë qytet më kam përkra deri në atë nivel sa kam pas hapësirë dhe mundësi. Po. Kur jemi të pikrisht të konga, edhe përmene dhe më thonë që fillimi asaj, sot, sa je aktiv dhe sa vjen në Prizren edhe sa e kemë mbështetjen edhe përkrajen e të në? Tash vi shumë ma pak, do me thonë që të regova arsyet se tash unë i bëj 2 puna njëkohësisht, banoj në Prishtinë, në fakt unë kam regjistru fakultetin në vitin 2000, 2005 kam përfundu, pastaj kom fillu me punu, mandej me këndu. Po për me këndu vi pak më rallë, se po ka këtu ma pak mramje, që po organizohen, mirë kur do që vi, mramjit janë full me njerëz. Dhe më do kalojmë tepër mirë, edhe e ndi une që një farë lloj përkraje e heshtur ekziston, me gjitha që s'po ka shumë, ndoshta edhe mramje që po organizohen, në prezent, ndoshta pak ma pak, ndoshta edhe kjo një prej arsyeve që pak në prezent, në qytetet tjera. Po. Po flasim raportet. Raportet me kolegët Prizrenit. Si janë? Me krejt i kom shumë mirë. Do më do krejt këngëtarët që janë Prizrenit, që na njihemi, na jena shok me gjithë. Me kërkon absolutisht nuk kom do një idhnim, nuk kom me dikon Prizrenit që une nuk flas ose diçka ose kena na i natë, bashkë për kundrazi, është një sen i mirë, është interesant tu, muzicianët në Prizren, shumë janë të lidhë njëni me tjetërin. Shumë janë të lidhë, domethënë, sidomos këngëtarë të cilët ndoshta edhe nuk kanë, që janë këngëtarë shumë të mirë, vlen me cek që ka shumë këngëtarë të mirë tu, të cilët ndoshta edhe nëpër media nuk i njohin as njerëzit edhe jashtë qyteteve tjera, po ka këngëtarë me të vërtetë shumë të mirë, me të cilët edhe nuk kanë bashkëpunuar edhe më herët. Kur do që na duhet njëri tjetri, gjithmonë alo e na të lidhun. Domethënë pa marrë parasysh tash që unë kom kriju një karrierë, kom bërë shumë këngë, shumë spote, gjithë ato mramje dhe gjana, po prap na jemi shumë shok të mirë se qysh kemi qenë shok, jemi prap shok. Edhe kur do që na duhet njëri tjetri në sen, na i ndihmojmë. Për shembull, qoftë mund që se mbyn diçka për Prizren ose edhe ajo është e mirë dhe unë me të vërtetë e vlerësoj atë sen shumë, e vlerësoj. I e ke syzat pjekë, pak unë se nështë s'ka kuptim, edhe pse na kuptojnë nështë shiku se kena shumë dili, po mundohemi pak. Mu më shkoj pak ma ana. Ati shkoj ma ana, po mundohemi pak as një respektu se me të vërtet shumë djelo është. Nëke, e të pyta punën e kolegialitetit sa i përket kolegëve, por të e marrë parasysh sepse edhe ju personalisht me familje komplet jeni të kundërt, botat kundërta.
Më thonë ti muzikën, vëllau futbollin, motra basketbollin, është shumë interesant. Po interesant, mirë po krejt e kanë një gjenezë. Ku po thëmë një gjenezë, qysh ka lind kjo. Prind tonë, babaj dhe nëna, të dytë kanë qenë sportista. Po. Mirë po babaj ka qenë sportist, po njëkohësisht ka qenë edhe profesori muzikës. Po. Derisa ka qenë Iri, ka qenë handballist, ka qenë pingpongist, ka qenë nona, ka qenë njëjtë sportiste, mandi u bë gjykatëse. Unë ka studiu juridik, unë ka përfunduar dhe është gjykatëse. Pastaj çka ka ndodhur? Domethënë sportin e ka pas të dytë, sportin e kanë edhe vllau edhe motra, e sportin se komun. Domethënë mu mungon diçka, të cilën këta e kanë trashëgu, mirë po, për shembull edhe Uliksi edhe Ulpiana, të dytë kanë vazhdu ndoshta që për shembull Uliksi është magjistër i shkencave juridike, që ka vazhdu si nana pak a shumë, e motra po studion për gazetari, që edhe ajo ka zgjedhur diçka tjetër për shkak se me sport në Kosovë është gati se pamundun me jetu. Se edhe nëse jën pak aktiv, luajn pak, po vjen një moment ku nesër duhet me hongër bukë, e nëse nuk keni profesion dytë. E kështu që jena interesante në shpe, sportin e dojnë krejt, unë e du nështë ta me këshyrë najherë, me bu naj sport di me ecë. Vish me ecë? Me ecë di, edhe ato s'di a di bashkë mirë, do të me këshyrë me analizë. Miki, prap I kthejmë Prizrenit, që sa s'ki qenë kalo? Kalo kom qenë nështë ta para një 2 vjetë ose 1 vjetë e gjysë. Mirë po, tash kom dëgju, s'kom shku, fatkeqësisht. Apo në mi vendos labit lutët, në shajnë respekti, se për duhet me mbyllë gjithmonë në syni. Kom dëgju që kaloja ka nisë mu restauru, mrena ka nisë mu ndërtu qyteti I vjetër që shka qenë, disa pjesë jo ndërtu nuk I kom pa. Po, para një 1 vjetë e gjysë, nëse nuk gaboj, kom shku lartë, derisa u bo muri jashtëm, kom qenë, se edhe kjo muri jashtëm ka qenë I dëmtum ka qenë gjysë, edhe sen shumë I mirë, inshallah, sa ma shpejt e përfundojnë si ka qenë, edhe inshallah filloj një projekt teleferikut. Kjo është po menoj zgjidhja vetme për Kalon, do të me pas patjetër një teleferik që lidhët prej poshtë, nështë një teleferik pak ma gjonë, që të pak të edhe ples me mujtë me shku lartë, se për momentin do të me shku njerëzit në kom mujtë me shku trit, edhe pse edhe ples të Prizrenit ecin gjithmonë deri në Kalon, e ka një tradit, mirë po nëse vinë qyteteve tjera, nuk janë mësu si ples të Prizrenit që shkojnë Kalove, gati çdo ditë shkojnë ples të Prizrenit, mirë po qytet turistat për marrë dhe për me unë gjitë lartë ma letë, unë e mendoj që komuna duhet patjetër me bo një teleferik, që ndoshta nuk ka një kosto shumë të madhe, nëse sa I përket mujnë me marrë të qoftë edhe një grant ose një kredi, edhe me pagu komuna për 10-15 vjetë ose 20 vjetë, nuk ka një farë të lasë shumë madhë, njerëz për marrë një kredi për shtëpia, e komuna për një teleferik nuk e ka shumë problem. Kështu që I kisha propozu vetëm një teleferik deri nalt edhe shumë I kishme qenë. Dhe ajo bëhet me pagesë normalisht. Kush do me shku lartë, kështu që shpenzimet I mbulon komuna. Edhe është një ide. Ide interesante, po sa është e realizueshme. Shumë lehtë e realizueshme, veç vullneti ma meja që ju duhet. Se për me realizu është shumë lehtë. Sot ekzistojnë mënyrat edhe ka mundësi për kredinat ndryshme. Nuk ka ndaj kosto, një teleferik nuk ka shumë kosto të lartë. Okej, në kje e di që periudhën e fundit, dhe me thonë dhe I sa ne po flasin këtë javë, dhe me thonë këtë të djelet që transmitohet emisioni, veç të djelen e kalume, e lansove edhe projektin e fundit, videoklipin e fundit, ku e ka një tim mjaft prekse, edhe është ma tepër ata kur e hup njëre unë ma dashën të botës. Edhe ajo fjalla nëndë që egzistan. Parim ka ardhë ketë që qenë ti në turne se jena mësu gjithmonë me vo promovimin bashkë, edhe ato e kom si parim, edhe kemi kontaktu, edhe kur më tregove që nuk mund të bëjmë, thash, bol ke se diqysh jom familiarizu me ty. Nuk shkoj ke një ka familjarin Ferizaj e në kia me promovu klipin. Jo, aty ki pas të drejt 100%, mirë po ndoshta une jom familiarizu dhe jom emocionalisht e kom di gjithmonë ma mirë edhe vetën edhe promovimin e kom konsideru taman serios, kështu 100%, se kemi diskutu, kemi debatu, kemi shiku bashkë për e të parë edhe ka qenë një djenjë. Mirë po, normal, kjo është tash edhe jeta që duhemi me nëzon hapin e klipeve. është e vërtet që kemi lansu një klip me një temë shumë sociale. Jo mundu përsëri me ofru diçka ndryshe. Ku në klip paraqiten 2 të moshuar mbi 80 vjeçar, që s'po di deri tash a kena pas ndonjë klip që u dediku pikrisht
kësaj gjenerate. E kam pa një film tregoj të drejtën, edhe jam emocionu shumë dhe në këtë rast kam qenë edhe kompozitori i këngës, kam qenë edhe tekstuesi i këngës dhe ka dalë ka lind kjo këngë. Pastaj kom pas edhe në kokë edhe idenë e klipit e gjitha ato. Ideja Lapi ka qenë që mos t'i harrojmë, prapë unë po mendoj që është një mënyrë edhe misioni joni, që edhe na t'japim mesazhet në momentin e caktuar si artista, si këngëtar që t'ja udim rëndësinë dhe vlerën e qoftë gjyshës, qoftë babës nanës. Domethënë, ata janë shumë të ndihshëm, janë si ata na kanë kriju neve, na kanë pru çdo kohë edhe ndoshta një masë të vogël jam mundu që me tregu që nuk i harrojmë, nuk bëjmë vetëm për moshat e reja, po ata janë të rëndësishëm me pa gjendjen e tyre si është kur ata janë gjithë një jetë së bashku, edhe njëri nga ata nuk është si ndjedh ai plaku dhe e pam që ai zgjohet mëngjes, ja çet kafën, ai mendon që ja çet kafën, i çet 2 gota, po në fakt ajo s'ekziston aty. Në fillim klipit e kemi përshkruar që ajo është komplet si e ngrime. Kur je ka fundi klipit duket që ajo në fakt nuk ka qenë, po ky u mundu me shiku ka dalë, ka hap çadrën për te që u kon të rash shi, po në fakt ajo s'ka qenë. E gjitha këto jemi mundu një farë mënyre me tregu me dhënë një mesazh, jemi mundu që të kujdesemi edhe pak derisa i kemi. Si kanë reagimet mas publikimit? Po reagimet janë shumë të mira për momentin sa po muj me mbri, unë edhe mi pa, kom pas shumë mesazhe përsëri, si gjithmonë, më ka shkrujt mjaft, sidomos do që e kanë përjetu në familjen e tyre. Familjen e tyre, kom pas raste që sidomos një vajzë pak më ka emocionu që më ka shkrujt, e kom pas shumë shpejt që tash në familje, gjyshin, edhe më ki bo me qajtë se tash pe shot gjyshin tim. Edhe unë diva një mënyrë këtë se tash, po një është këtë se dikush po personalizohet edhe pe merr nga zemrës, ndoshta është edhe ajo ideja që, okej, e tash kujdeset pak edhe për gjyshin, kështu që mendoj që o pëlqy është një këngë e fuqishme, kënga si këngë është mjaft e fuqishme, edhe inshallah gjithë që e kanë shiku do ta pëlqejnë edhe më tej. Unë po mundona me dhonë më të mirën që di dhe që po muj. Kështu që e vlerësoj, normal, mos t'i harroj ta them të drejtën edhe bacën syl, Suleman Loka, i cili ka qenë aktori në klip, që është një dojen i artit, një artist shumë i madh, i teatrit, i filmit. Edhe normal këtu kanë kontribuar edhe ja dy se mikin mandej premenës, normal është Shpëtim Saraçi, një kompozitor, njëti njoftën që ka bu orkestrimin e këngës. Edhe si sponsor më ka ndihmu Trefarni, mos ta harrojmë se mandej mund me m'ik, s'ka kuptim, po na përkrojmë. Unë po të falenderoj përzemërsisht që të sjell hapë Prishtinës në Prizren, e besoj që do të takojmë edhe herë tjera. Unë po të falenderoj që më sjellë për Prishtinën në Prizren, edhe në këtë kohë të mirë në pi kafe këtu. Shpresoj që ty si gjithmonë do të shkon sa më mirë, edhe sot emisioni inshallah për Prizreni ka pëlqyer gjithë që ka shiqur. Është interesant se në terasën ku jemi, domethënë Hotel Serandës, sa që sa jetoj, po që tu kur s'pas na qenë. Ajo fjala e parë që e thash, shikuesve t'i tregojmë, kur në këtë terasë nuk kom qenë edhe pamje më të bukur, s'po di, s'pas ka ra, po më duket edhe vetë këtë hotelit ndoshta nuk e kanë ditë për këtë pas tia ki zbulu. Kështu që ndoshta fillojnë edhe me shfrytzu këtë terasë. Edhe një faleminderit. Faleminderit Lavi, është kënaqësi gjithmonë me qenë. Ndahem edhe pak me Nekeun, me njëre pas këngës dhe klipit, kthehemi bashkë.